Në kujtim të tyre të shpalosëm këtë pllok për shkak se duhet të jetë e paharruar sakrifica dhe gjaku i derdhur i qytetarëve shqiptar edhe pas çlirimit të Kosovës dhe prezencës së KFOR-it në Kosovë. Ata u vranë civil të pafajshëm dhe fatkeqësisht edhe të atë natë ato 2 net të pambrojtur, vetëm e vetëm pse ishin shqiptar dhe ishin rikthyer në shtëpit, banesat dhe pronat e tyre. Ne sot në pjesën e urës së re përkombësor që i kontribon paqes edhe stabilitetit edhe frymimit më të lirë të Mitrovicës, dëshirojmë që të kemi edhe një mesazh të përqojmë për gjithë gjeneratat që vinë, që liria e Kosovës, po edhe pjesa e normalitetit në veri, fatkeqësisht edhe pas çlirimit të Kosovës, është dashur që të derdhet gjak nga qytetarë civil, pafajshëm, pambrojtur, duke përfshi edhe pleq edhe fëmijë.